Vazhdojmë tani me pregaditjen. Fillimisht një tenxhere më të madhe dhe më të thellë, shtojmë 250 gram gjalp. Unë po përdor gjalp të fshatit bio, por lirisht mund ta zëvendësoni edhe me gjalpin e blir. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Pasi gjalpi shkrihet tërësisht, vazhdojmë që t'i shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë tani që të shtojmë 200 ml me vaj. Përsëri në zjarr mesatar, presim tani derisa të filloj edhe një herë të merr val edhe të nxehet. Dhe pasi fillon që të vlon përsëri kështu, vazhdojmë tani që ta shtojmë qumshtin. Qumësht do të shtojmë 400 ml ose 2 gota nga 200 ml. Me njëherë vazhdojmë që të shtojmë një lugë të mesme ose një lugë për ëmbëlsira me soda bikarbona ose sodë buke. Përzijem edhe njëherë dhe përsëri në zjarr mesatar, presim tani derisa masa që e kemi shtuar këtu te jena të filloj dhe të vloj edhe njëherë. Pasi përsëri fillon që të vlon, tani është momenti kur do të shtojmë mielin. Në total do të përdorim 900 deri në 950 gram miell. Por mielin do të shtojmë gjysën një herë, gjysën e miellit do të shtojmë pak më vonë. Vazhdojmë, përzijem tani dhe zjarrin e mbajmë në mesatare. Pasi e përzijem mirë njërën pjesë të miellit, vazhdojmë e shtojmë edhe gjysmën tjetër. Unë këtu në total kisha 900 gram me miell. Dhe vazhdojmë tani në zjarr mesatar, duke e përzier pa ndërprer dikun për 7-8 minuta, derisa mielli të na fërgohet, na merr një ngjyrë të bukur dhe një aromë të këndshme të spishtja. Brumi i të spishtes duhet që të fërgohet, dal nga dal, dhe duhet të fërgojmë derisa të arrihet një ngjyrë e bukur, pra njëjtë sikur kur përgatisim allën. Dhe pas dikon 7-8 minutave, duke fërguar mielin, tani më vetë se po e ndjejmë aromën e këndshme të miellit. Po ashtu kam filluar që të merr edhe një ngjyrë të bukur. Tani është momenti kur do t'i shtojmë arat. Mua më pëlqen që të spishten ta bëj me ara dhe arat t'i bluaj. Në total do të shtojmë 150 gram ara të bluara. Dhe vazhdojmë tani i përzijim edhe pak. Dhe vazhdojmë i skuqem tani bashkë me arat vetëm edhe për 2 minuta tjera. Dhe të dashur miq, brumi i të spishtes tani është gati dhe e largojmë nga zjarri. Që të naftofet më shpejt, unë do ta transferoj në një enë tjetër. Ashtu bëni edhe ju që ta shkurtoni kohën e pritjes, sepse nëse e presim në këtë tenxhere, do t'i duhet një kohë gjatë që të ftofet dhe po e vreni ngjyrën e bukur që ka marrë si të karamelt. Unë këtë recetë të të spishtes e kam nga gjyshja ime. Shumica nga ju më keni kërkuar që një kohë të gjatë, por tani erdhi radha që ta paraqes edhe me video. Dhe lejojmë tani që brumi të ftofet dikun për 5 minuta që të mund të duroj dora, sepse duhet që ta ngjeshim brumin. Pasi sigurohemi që është ftofur mjaftueshëm brumi dhe e duron dora, vazhdojmë tani që këtu ta shtojmë vezën. Vazhdojmë që të shtojmë një vezë të plotë
Dhe tani me duar e ngjeshim mirë. Dhe përzijem me duar derisa na mbledhet mirë brumi dhe veza të përzihet me të gjithë brumin që ja kemi përgatit. Tani marrim një tepsi për pjekje, unë po përdor një tepsi mesatare dhe po e bëj në formë katrore. Ju lirisht mund ta bëni edhe në formë rrumbullake, pra ta bëni ashtu siç jemi mësuar gjithmonë ta bëjmë te spishten tradicionale. Poshtë tepsisë shtoni vaj dhe vazhdojmë tani këtu ta shtojmë brumin që e kemi përgatitur. Dhe tani me ndihmën e duarve e rafshojmë mirë mbi tërë sipërfaqen e tepsisë, duke e shtypur mirë dhe duke u siguruar që do ta bëjmë të barabartë trashësinë në të gjitha anët. Tani vazhdojmë që ta prejmë dhe t'ja japim formën. Unë do ta bëj kështu në 3 renda. Dhe pasi e bëra në 3 renda, tani do të vazhdoj që ta bëj në forma katrore. Pasi e bëjmë në këtë formë, tani vazhdojmë që ta ndajmë në 3 këndshë. Dhe pasi e prejmë dhe e japim formën e dëshiruar, tespishtja është e gatshme për ta pjekur. Fura është e parangrohur në 180 gradë dhe e pjekim dal nga dal, dikom parafërsisht 50 minuta deri në 1 orë, por gjithmonë duke e kontrolluar. Dhe pas 1 ore në furrë, tespishtja është pjekur, ka marrë tamam atë ngjyrën e artë. Tani është momenti kur do të vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin. Vazhdojmë tani që ta përgatisim shërbetin. Tespishtja don shërbetin e rëndë, pra duhet një shërbet njëjtë sikur kur përgatisim baklava. Për këtë masa të cilën e përgatitëm sot, kemi nevojë për 1 kilogram me sheqer. Dhe vazhdojmë tani që t'ja shtojmë ujin. Për 1 kilogram sheqer, duhet që të shtojmë 700 ml me ujë. Përpara se ta vendosim shërbetin në zjarr që të zihet, është mirë që ta përziheni një herë sheqerin që të tretet mirë te uji. Në këtë mënyrë do ta ruajmë ngjyrën e kristallit të shërbetit. Tenxherën sipër do ta mbuloj me foli alumini. Tani me thikë vazhdojmë të bëjmë disa vrima. Në këtë mënyrë shërbeti nuk do s'përkat gjatë zierjes. Vazhdojmë tani që ta zijim, presim një herë derisa shërbeti të merr val në zjarr mesatar dhe nga momenti që do të merr val e zijim fiks për 10 minuta. Pas 10 minutave zierje, shërbeti është gati, sapo e kam larguar nga zjarri dhe tani brenda tek shërbeti kam shtuar 2 fleta limon. Pra limonin nuk e shtojmë gjatë zierjes, por e shtojmë pasi që të zihet. Për gjatë 10 minutave, derisa shërbeti ishte duke u zier, tespishtja është ftofur dhe shërbetin valët nxehtë e shtojmë tek tespishtja e vakët. Dhe kështu duket tespishtja sapo ja kemi shtuar shërbetin. Gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të presim. Sa më gjatë pushon në shërbet, aq më e mirë bëhet. Unë do të lejoj që të pushoj tër natën. Tespishtja në shërbet ta tërheq mirë shërbetin dhe ditën e nesërme do ta shërbej. Si në çdo video recet, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër sapo ta tërheq tër shërbetin.